Në Europë, Airbnb-a është bërë problem strehimi të përballueshëm, pra është bërë problem social. Është në Portugali, është në Spanjë, është në Greqi, pak a shumë do vjen në Shqipëri. Atë që unë mendoj, nëse do të bësh Airbnb-n dhe do ta kesh këtë në mënyrë të strukturuar mirë, deklaroj të gjitha të ardhur dhe të gjitha shpenzimet, sepse është jepet këtë këshilla. Po të paktën për këtë, po flas për këtë. Të pak sepse nesër ti ke sot ke 1, nesër do kesh 2, 3, 4 do investosh në pasuritë e paluajshme. Dhe historia me investim në pasuritë e paluajshme nuk do të vazhdojë shumë gjatë të jetë siç ka qenë në Shqipëri, që ka pasur probleme me informalitetin dhe nuk është ndjekur paraja. Do filloj dhe ka filluar të ndiqet paraja. Pra në një moment kur ti do kesh 10 shtëpi me Airbnb, do vit dikush të trokasin në derë thotë më fal po ku i gjete, si po operon, ku e ke gjetur gjithë sasi parash. Pra nuk është interes të askuj që të mos formalizohet. Jo, duhet themi, 2.500 euro në vit për një person fizik është asgjë kur ti menaxhon 10 Airbnb. E pra, kur menaxhon 10 Airbnb, çështja është po ata të cilët duan ta nisim këtë biznesin nga A, nga zero dhe duan ta nisim me një. Me një ose zero taksa. Jo, nuk është vlen ta nisësh si biznes është pyetja për një ose ti ke ftuar dy njerëz në studi që merren me real estate. Dhe si mendon ti që do të themi ne, jo, mos investo në real estate, ne inkurajojmë këto të cilët investojnë kapacitetet e tyre. Me që kemi shumë marrim dy këshilla falas, le të themi. Nëse shiko, ta bëjmë të thjesht fare, atëre. Un kam një apartament, do blej një apartament enkas për të investuar, që do të thotë, dua ta blej jo për të jetuar dhe po mendoj, ta lëshoj me qira ditore apo ta lëshoj me qira mujore. Ju çfarë do të më këshilloni? Cilat do të ishin të ardhurat më të sigurta dhe Ka shumë të bëj zona, se varet a ka qera ditore në zonën ku e ke të lokalizuar apartamentin. Po flasim pranë Unazës. Mesatarisht, të themi, sot qeradhënia e apartamenteve në Tiranë është diku midis 6 deri në 8 euro për metër katror, në zonat që janë jashtë Unazës, dhe ku futesh brenda Unazës shkon 8 deri në 10, 8 deri në 12 euro për metër katror. Në varësi të metrave katror që keni për qera mujore, për qera mujore, nëse ke 100 metra katror, jashtë Unazës së vogël të Tiranës, mund ta japësh kollaj me 600 euro në muaj. 600 deri në 100 euro mujore, pra. 600 deri në 800 euro në muaj, 100 metra katror, sepse ka shumë të bëjë dhe mobilimi, ka shumë të bëjë dhe ndërtimi, po themi. Nëse je brenda Unazës së vogël Tiranës, patjetër fillon nga 8 euro për metër katror. Pra 800 euro edhe sipër. Dhe do bësh po llogaritjet më pas se çfarë të intereson. A do ta lësh me Airbnb apo do ta lësh me qira faqete? Ne po vlerësojmë këtu vetëm metrat. Po çështja e strukturës mobilimi. Jam brenda, varet shumë nga mobiliteti. Prandaj ka rëndje. Kur unë them 6 deri në 8, një që nuk është e mobiluar mirë jepet 600 euro. Një tjetër që është e mobiluar shumë mirë dhe ka dhe facilitetet e parkimit, ka shkolla afër, ka gjithë. Studimi i Airbnb-s për faktin që ti ke më shumë të ardhura nëse e lë me qira. Unë e shoh shumë këtë gjë. Nëse ti apartamentin tënd apo pronën tënde e lë me qira mujore dhe për këtë negocion pa diskutim në 90% raste me një agjenci imobiliare për të filtruar klientët që ti do fusësh, nuk e duke bërë biznes. Je duke dhënë me qira një pronë të cilën ose e ke bler, një investim, ose e ke trashëguar ose e ton prekohesh. Në moment, janë dy koncepte të ndryshme. Në momenti kur thua te kjo prona ime, unë nuk do fus një njeri për 6 vite, por do ta punoj vetë për ditë, aty pastaj ti je duke bërë një biznes. Pra, dhe biznesi ka kosto dhe kohë. Pra ti duhet marrësh vendim nëse do që do vazhdosh të bësh një punë tjetër. Pra Olona është punë televizion dhe punon 8 orë këtu, dhe ndërkohë po jep një shtëpi me qira me ndihmën e agjencisë imobiliare, apo Olona do thotë një ditë, shiko, kjo rroga që marr, po themi, mos ndodh kurrë në televizion, mua nuk më del. Këtë shtëpinë time ta shndroj në një biznes personal, të përkushtohem disa orë në ditë, ta motivoj, ta marketoj. Edhe impenjohesh edhe fizikisht vetë. Pra, nuk duhet të krahasojmë dy gjëra të pakrahasueshme. Qeradhënia dhe biznesi Airbnb-s në thelb nuk janë e njëjta gjë. Janë dy forma të ndryshe jetese pikës pari për pronarin e pronës. Dhe për këtë zgjedhjen e bëjnë gjithë secili. Ka njerëz të cilët janë shumë të kënaqur dhe nuk duan kokçarin e tyre, preferojnë të shkojnë në një punë 9-5 dhe lidhen me agjencinë dhe thonë, s'ka problem, do fitoja x lek më shumë nga biznesi, por preferoj që të ashtu. Ka dhe njerëz ama, të cilët ndoshta nuk kanë fare pronë, por kanë zgjuarsinë, vizionin dhe janë të mirë administruar dhe thonë, unë do marr dal nga dal, 7 banesa me qira, do ndërtoj një strukturë të mirë Airbnb, do kem të punësuarit e mirë. Po pra një sekond, ti mund të kthesh në Airbnb një banesë që e ke marrë me qira? Kjo, nëse ti arrin të krijosh një marrëdhënie me pronarin e apartamentit
Këtu hyn pastaj tek ligji i dhënies me 9 qira të pronës. Po, ligjërisht i ke të drejtë. Po, ligjërisht po. Përgjithsisht janë dakord pronarët? Gëvare, përgjithësia është një fjalë shumë e përgjithshme. Nuk besoj që janë dakord pronarët, por ai që ka marrë tendenca. Ja ta them kush është tendenca. Nëse pronari e ka pronën e sheh pronën e tij të pashitshme për një X kohë, pra nuk ka interes, nuk ka nevojë tjetër, dhe nuk e ka të mobiluar, pra ka një apartament bosh 1+1 në Tiranë, pronarët e Truajve për shembull, në gjithë këto zonat, në gjithë godinat e reja që kanë bërë në Tiranë, preferojnë t'i japin me qira pa investuar brenda nga pikpamja e mobilimit. Në këtë moment ai thot, unë nuk kam ndërmend ta shes pronën time për 10 vite. Do vi Aulona dhe do thot, shiko, unë do t'jap X qira mujore, do ta investoj pronën dhe unë do ta rijap me qira. Po, ka raste që pranojnë. Ka njerëz të cilët nuk duan ta bëjnë një gjë të tillë, sepse mendojnë që qira dhënia dhjetore mund të shkaktojë probleme pronës tyre. Unë mendoj komplet të kundërtën. Ai që e merr me qira pronën tënde dhe administron është pikëspari vetë interesuar që atë të vetë që kjo është tjetër temë. Ne nuk kemi këtu për të bindur njerëzit për të marrë vendimet e tyre. Ekziston një frikë amortizimit kur është me disa le të themi hyrje dalje të shpeshta gjatë gjithë. Duhet jetë kundërta. Kundrazi. Pse është perceptimi që kur e merr për shembull një familje, le ta themi, do të jetë më e kujdesshme, ndërkohë që nëse atje futen. Tani po hym tek lloji klientit për çfarë marrje. Kjo është pastaj. Po të shikojmë statistikat e Airbnb tregon që mesatarisht okupimi i hapësirave në Shqipëri është diku tek 50-53%. Pra, në 30 ditë të muajit, 15 net është e bukur. Në 15 net, shumicën e kohës përdoret vetëm për të fjetur gjumë. Pra, sepse normalisht janë turistat, vizitorë të cilët qëndrojnë jashtë qytetit. Kështu që kjo pse proja ndaj Airbnb-s është që ke një apartament i cili të përdoret vetëm gjysmën e kohës, të përdoret shumë pak, të amortizohet shumë pak dhe me kalimin e kohës, duke qenë se është i fuqizuar nga një model biznesi me shumë mundësi vlera në treg është duke u rritur, sepse kur ti ta rishesës thu shikon kam këto statistika që vitin e kaluar kam gjeneruar kaq para. Kështu që kur ti del në treg e mbështet me këtë model biznesi. Ndërkohë që qiraja fagjate ka prote veta, e para ti ke një të ardhur që ke të sigurt gjatë 12 muajve të vitit, je i tensionuar nga pjesa në shumicën e kohës nga pjesa e mirëmbajtjes, sepse nëse qeraxhiu është duke dëmtuar, praktikisht do ta riparoj vetë, dhe nga ana tjetër je i tensionuar dhe nga pjesa e shërbimeve utilitare, kostos shërbimeve utilitare, drita, uji. Pra është çështje zgjidhje në fundit, nëse janë dy modele të ndryshme. Dy modele të ndryshme. Çmimi, le të themi, çmimi që ofrohet me apartamentet qoftë edhe ditore, pun kelemi tek ditore në Shqipëri, me cilësinë ecin paralel? Sigurisht që po. Madje unë do të them një gjë dhe këtë kam bindje absolute nga gjithë marrëdhënia ime me tregun në gjithë këto vite. Cilësia e apartamenteve që jepet me qira në Shqipëri, në Tiranë dhe kudo në Shqipëri, në raport cilësia e mobilimit, flas gjithmonë, dhe e infrastrukturës së brendshme të apartamentit, e investimeve, e tualeteve, këndeve të gatimit, deri madje e suplimenteve si enguzhine që në shumicën e raste qeradhënësit ja lënë në dispozicion qiramarrësve, nuk ka të krahasuar me 90% të botës. Nëse shkojmë sot, 90% të Europës, nëse nisemi sot dhe marrim një apartament me qira në Berlin, në Rom, në Prag, Kopenhagen dhe në Amsterdam, do kuptojmë që jo vetëm strukturat e ndërtimit janë shumë të vjetra, Shqipëria është, Tirana është vend i ri, miliona metra katror janë ndërtuar së fundmi në Tiranë dhe ato gjysma atyre jepen me qira, nga investitorë ose nga pronarët e Truajve, të cilët kanë shumë apartamente të dispozicion. Por brenda investimet që janë bërë mobilim janë shumë të mira. Shumë të mira. Nëse ti shkon e para një jashtë shtetit nuk ekziston pothuajse askund koncepti i mobilimit të garantuar. Ti shkon dhe blen muret dhe pastaj nëse aty ka mobilje ti e blen mobiljen dhe e rishet në momentin kur e jep me qira. Pra është një proces. Tani po flasim për marrje me qira mujore apo ditore? Mujore. Edhe ditore. Edhe ditore ti e ke përshkruar se çfarë. Edhe ditore ke përshkruar, por përveç trukeve të marketimit në internet, ku në 90% e rasteve ajo është ka ti shef në foto, nuk është realitet. Kjo është e vërtet. Bota e ka nisur më herët procesin e B&B-ve dhe booking ditor. Dhe ata kanë trashëguar struktura nga vitet 70-80, kanë kuptuar që fitohet para duke bërë këtë gjë me biznes dhe nuk kanë bërë investime të brendshme. Nëse shkon në zonat më të bukura të Romës, siç është Trasteve për shembull, më ka rastisur dhe merr një shtëpi me qira, shtëpia nga brenda është totalisht si sistemi shqiptar i shtëpive viteve 80, minder, mobilet vjetra, ndërkohë që nëse vjen në Tiranë dhe merr një shtëpi me qira ditore ose futesh te hyrja me shkallë në thyrë me muret e rëna kështu. Ato muret e thyra i ke edhe në Berlinin lindor, i ke kudo. Pra mos kujtoni se bota është e tëra, Tel Avivi apo New Yorku që janë qytete të reja, pra Manhattani.
Dhe brenda cilësia është shumë e mirë. Sepse flasim për Tiranën, ëh? Për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Edhe në Sarandë po të shkosh. Shkon nëse të huajt ka review fantastike, ka qenë ditore në Sarandë. Shkon në Sarandë dhe futesh në apartament, dhe apartamentit nuk i mungojnë as çarçafët, as tikat dhe aspirojnë. Krijon komoditet tamam. Sepse besoj që edhe në ndërgjegjen e shqiptarit ka një lloj në subkonsciencën e tij që klienti duhet të jetë pak i kënaqur kur vjen te shtëpia ime. Pavarësisht se kam biznes, ata thonë që të lë një përshtypje të mirë, e kemi pak në genezë. Ndërsa të huajt, sinqerisht, e kanë komplet ndryshe këtë mentalitet. Shumë e vërtet edhe gjejnë edhe gjën më të vogël për ta shkruar atje, për ta lënë si kritikë, le ta themi në review. Aldo, je dakord me këtë që po thotë Gjergj? Unë eksperjenca ime ka qenë më së fundmi në Bruksel, fillim dhjetori, 10 minuta, 7 minuta ecën këm nga Parlamenti Evropian, një shtëpi e vjetër, realisht e vjetër, në më thënë, edhe kushtonte 130 euro nata. Ndërkohë që me 130 euro nata në Tiranë ti merr shumë. Merr shumë, patjetër. Merr, domethënë, shërbimi për shkak se apartamentet, ndërtesat, ndërtimet në Europë janë të vjetra. Favori i Tiranës është edhe Shqipërisë që është ndërtuar rishtazi, edhe prandaj ka një ndërtim cizor dhe ka mobilim tregu i hotelerisë, sa është dëmtuar nga këto strukturat e Airbnb-s të qerave ditore që po lulëzojnë qoftë edhe informalisht? Varet si shikon, sepse a mund të dëndime do? Patjetër në mënyrë indirekte. Patjetër që pjesa informale ose themi tregu i Airbnb-s që sidomos është informal, domethënë e ka dëmtuar tregun e hotelërisë turizmit. Por duhet kemi parasysh që ka dëmtuar në afat shkurtër. Hotelëria turizmit duhet të reagojë dhe të shtoj kapacitetet e të ketë kapacitete ekonomike, pra të përballueshme. Në të njëjtën kohë, nëse nuk do të kishim këtë real estate, nëse nuk do të kishim këtë Airbnb-n, nuk do të kishim këtë sektor turizmi. Mendo çfarë do të ishte fatura që do paguanin hoteleri turizmi nëse këta turistë do vinin, nuk do gjenin vende dhe do ngeleshin të pakënaqur, thoshin nuk vim më në Shqipëri. Dhe do të ishte bumerang, Se e vërteta është që nuk është se mbeten pa punë, le ta themi. Jo, janë plot. Domethënë po të shikojmë, më fal, po të shikojmë, shikonim Bregdetin e Durrësit këtë fundjavë. Plot. Këtë fundjavë. Këtë fundjavë plot, domethënë plot me të huaj, po themi, qoftë si pjesa e Ukrainës, grek, shqiptar të Kosovës, shqiptar Shqipërisë. Domethënë praktikisht nuk është se janë pa punë. Patjetër që kanë sfida, patjetër që nuk është fare e shëndetshme dhe normale që të konkurrojnë nga një sektor informal, dhe këtu duhet gjejmë gjuhën për të disiplinuar të dyra. Çmimin mesatar që kanë net qëndrimet në Shqipëri përgjithsisht. Për pjesën e Airbnb-s, mendoj që janë ekonomike në krahasim me pjesën tjetër janë ekonomike. Unë do doja të ishin shumë të ulta. Por ne dëshirat tona tregu nuk ndikohet fare nga dëshirat tona. Dhe për sa kohë çmimi, kërkesa dhe oferta janë ekuilibër dhe për sa kohë janë në masë 70-80% plot, do thotë që duam ne. Çfarë është një çmim mesatar? 40 euro? Tash 30-40? Unë nuk jam, domethënë, nëse nuk jam specialist, kjo të qenë një specialist hotelerie. Unë mund të them sa është mesatari i shitjeve apo i qerave, por unë nuk di të them ty sa është mesatari një natë në një hotel apo një mbie në binë e duas. Jo, besoj që nëse hap aplikacionin e Airbnb ose Booking dhe hap atë hartën ku të dalin çmimet për secilën rrugë apo ku diun zonë, ka një mesatar, pra ka 20 shtëpia që janë 30 euro, pjesoj për 12 muaj, pjesoj për 15 ditë, kështu që 40-50 euro është mesatari. Shiko, dueli i hotelerisë ditore nëpërmjet apartamenteve që ti i ke bler apo i ke marr për t'i dhënë me 9 qira dhe strukturave hotelerive klasike, ka qenë një duel shumë i fortë vite përpara. Palët ishin në një aksion të fortë me njëri tjetrin, sepse me të drejtë hotelet tonë kemi investuar miliona euro, miliona safe dhe beva se zgjoheshin ditë, shtëpi që mund ta ketë trashëguar nga prindrit, i jep dikujt një çelës edhe e bën apartament ditor. Më pas palët kuptuan që pikërisht kjo lufta do t'i çonte ata përpara. Hoteleria zgjodhi të rrisë cilësinë në shumë shërbime, futi foodboardin, gjesin, drekën, darkën, pastrimin dhe thanë, ne nuk jemi këtu për të konkuruar njëri tjetrin. Ne jemi këtu për të ofruar dy shërbime totalisht ndryshme. Dhe në thelb nuk është njësoj si të shkosh në një hotel, dhe nuk është njësoj si të marrësh një shtëpi me qera. Unë si Gjergj preferoj gjithmonë të shkoj në një hotel, sepse preferoj që në ato 5 ditë pushimi që bëj të kem dhomën e pastruar, banjën e lartë, të ke shërbimin, të shkoj të zbres të dikush tjetër që do të jetë pak më i tërhequr, mendon që hapësirat, privacy, pra nuk po flasim për të njëjtin ambient, environment, për dy shërbime të ndryshme. Pra, në kuptimin e fjalës, të dy bëjmë sport për të po themi, apo jo. Po dikush bën sport në natyrë dhe dikush bën sport në palestër. Këto nuk e konkurrojnë në thelb njëra tjetrën. Janë dy gjëra të ndryshme tjetra. Megjithatë për të rikthyer edhe një herë informalitetit, Gjergj, edhe Aldo, edhe te pjesa e
pagesës kam përshtypjen që kemi ende punë për të bërë. Se unë shoh për shkakun që nuk kemi, ku nuk kemi, në cilën sektor të ekonomisë në Shqipëri nuk kemi. Jo, po mirë, me që jemi këtu, thjesht prandaj doja ta cekja, janë ata pronar për shembull që ende preferojnë keshin, pra ti e paguan, nuk e di se si duhet të shpërfytej se duhet ta shoh si funksionon në Europë. Pra në Europë ti nuk ke shans që të lësh për shembull 50 euro te tavolina e diçka foto, ta kam lënë. Kjo është dhe ky është problemi i madh. Me sa kam diskutuar të paktën para rreth 2 javësh me një individ i cili menaxhonte diku tek 7-8 Airbnb dhe thash po si ka mundësi që vazhdon në kesh në Shqipëri. Mendoj që duhet ulemi dhe të flasim me sektorin bankar. Pra, në momentin që ti kalon nga pagesa me kartë, merr kohë fondet, pra duhet të ketë 2-3 muaj fondet që të vinë në llogarinë personale. Pra, normalisht është vonohet, diskush që vonohet dhe di çfarë, ka disa platforma për shembull pjesa e Booking ta jep mundësinë që ti ta bëj ta paguash cash. Po pra. Kështu shumica e shqiptarëve thon cash. Po edhe ligji shqiptar të jep mundësi që shumë shërbime ti paguash cash. Dakor, pra, po nuk do të jetë shumë. Në një moment kur sektori bankar i përgjigjet transaksioneve shumë shpejt. Tani, edhe njëherë, ligji shqiptar pra shikon madje edhe që dhe qeran ti kur e jep, deri në 1500 euro, ti mund ta marrësh të ardhur nga qerat, mund ta marrësh cash deri në 1450 euro, 1.450.000. Por ama ti nëse deklaron këtë gjë paguan tatimin mbi atë çka ke pranuar pesëpalve. Shiko, propozimi im është ky. Ne nuk duhet ta shohim luftën domethënë tatimin nuk duhet ta shohim si një luftë kundër shtetit. Ne duhet ta vlerësojmë faktin që shteti apo shtetet apo qeverit mundohen të formalizojnë sistemet, sepse ti nuk e kupton se e rëndësishme është që pas 10 vitesh në biznesin tënd të BNB-s ditore, ky deklarim i përpiq që ti ke bërë vit pas viti, të ardhurat që ka deklaruar, shpenzimet që ke dhënë, të japin mundësinë që të marrësh kredi dhe të bësh një investim shumë të madh, dhe të bësh të shtosh biznesin tënd. Biznesmenët më të suksesshëm sot në Shqipëri nuk janë ata që janë më të zgjuar, nuk janë ata që kishin vizionin më të madh apo këmbgulin më të madhe. Jo, janë ata që në fillim kanë kuptuar që ti nëse deklaron çdo gjë që bën në biznesin tënd, ti pas 10 apo 20 vitesh do të kesh bankën në dorë. Dhe banka që do vite këtu, jo ti që do shkosh tek banka, sepse në fund të ditës nuk mund të bësh një biznes po nuk pate një partner shumë të rëndësishëm që është banka. Pra duhet krijuar historik. Dhe ideja është që vazhdon të jetë atëherë duke qenë se ka qenë një biznes në lulëzim të këtyre viteve të fundit. Do të vazhdojë të qëndrojë përgjatë i tillë? Analizat tregojnë po bëja krahasim midis Tiranës dhe Podgoricës. Kishte më pak listime në Podgoricë, por të ardhur, po themi në Podgoricë ishin diku sot ishin 1100 listime aktive, në Tiranë kemi 5300 listime aktive. Në Podgoricë për një vit ishin pak më tepër se 6000 euro për 12 muaj të ardhur, në Tiranë janë 7600 euro për 12 muaj të ardhur. Kështu që ka 4 fish më tepër listime, por reti është shumë i ulët.